Përdorimi i cigareve elektronike të njohura si vape është rritur dukshëm tek të rinjët, madje edhe tek fëmijët. Ky shqetësim ka bërë që sot të mbajë një takim përfaqësues të disa organizatave, e të cilët kanë prezantuar edhe disa ulëmtime lidhur me këtë dukuri. Ata thënë se përdorimi i vape-it po shihet gjithnjë më shumë në shkolla ambiente rinore, ndërsa mungesa e kontrollit si dhe ndikimi në rrjetet sociale po e përkeqësojnë situatën. Këtu jemi në fakt ne si organizatë, unë vej prej organizatës ESRA. Ne me partnerën në disa projekte tjera, mirë po këtu udhëheqësit projektet janë Education Empowerment Initiative, cilët janë të financuar përmes KCSF-s dhe përmes SIDA Suedis edhe të Zvicrës. Këtu është duke mbajtur një rrjetë rrëmbullakt duke për të analizuar kryesisht edhe për të prezantuar gjetjet e hulumtimit i cili është bërë nëpër shkolla, me të cilin del se ka një numër të madh të fëmijëve të cilët tashmë kanë kriju varësi nga në përdorimin e vape-it. Statistikat janë mjaft të frikshme dhe për këtë me siguri ne do të vazhdojmë bashkëpunimin me organizata të ndryshme, natyrisht duke synuar që të vëdësojmë edhe sektorin privat rreth rreziqeve që mund të kenë sa i përket shitjes këtyre lëndëve të ndaluara fëmijëve në moshën 18 vjeç. Qysh vitin e kaluar me 2024 me një grup nxënësve kemi marrë iniciativë me po gjendjen faktike të përdoruesve të cigares elektronike apo cigares me avull, që është në gjuhën shqipe kjo terminologji, dhe pas njohurit mjaftueshme kemi hyrë këtij hulumtimit bashkë me nxënës, por me mosha 10 vjet, 11-12 deri në moshën 13 vjeç. Kështu që gjetërat tona kanë qenë shumë shqetësuese, edhe nëse më lejoni muj me nda disa prej domethënë mosha 10 vjeç e përdorin 20% janë përdorues. Po nuk do të thotë që janë të rregullt. Ka që kanë provuar, përdoren një javë, 2 javë apo në muj, por megjithatë si përqindje është kjo. Kurse te moshat 11 vjeç është 35%, që është rritje shumë, që i bjen në klasën e 6. Mosha 12 vjet, që janë pak me përqindje më saktë, është 32%. Nuk e di pse ka një ramje, por është një mirë që ramje, por prapë është e lartë shumë 32% një totalit. Edhe në moshën 13 vjeçare është 53% që i bjen klasa e 8. Mendoj që janë përqindjet shumë të afërta, shumë të sakta, sepse mostra është parafërsisht 500 fëmijë. Kështu që një hulumtim e bën shumë shkencor. Problemi ku jemi fokusu është te 3 çështje. Çush e siguroni, sepse në këtë moshë ata fëmijët nuk kanë të ardha, s'kanë të hyra, edhe pjesën tjetër e kemi sa shpesh e përdorni. Kjo pyetja sa shpesh e përdorni, por pas pyetjeve tjera që kemi pas 14 pyetje, kanë qenë anonime, mos tin procedura këto çush detale, por kjo pyetja sa shpesh e përdorni ka pas qëllim me pasë a ka fëmijë që janë të varur prej saj. Nëse një fëmijë e përdor çdo ditë, do thonë ai veç është i varur. Atëherë, projekti Shkollat pa vape, siguria në shkolla, tani më ka përfundu fazën e parë, faza e ndërgjegjësimit me nxënës në 4 shkolla publike, 2 shkolla publike të Prishtinës dhe 2 shkolla publike të Fushë Kosovës, si dhe gjithashtu kemi pas takime, sesione ndërgjegjësimi edhe me prindër dhe komunitetin shkollor. Çka po flitet sot më shumë, ka të bëjë me të gjeturat, se si është gjendja reale në terren, edhe sa po përdoret sot prej fëmijëve, prej nxënësve ky produkt. Me që cigare elektronike është një produkt i ri që ka shpërthy ose ka filluar në vitin 2019, edhe normalisht ka marrë një havë shumë shpejt.
edhe përveç SBA, Britani, vendet e zhvilluara, edhe Kosova, fatkeqësisht, kemi raste të rritjes numrave fëmijë prej moshës 10 vjeç, domethënë prej klasës 5, të cilët po konsumojnë këtë produkt. Mirë po çka është më e keqja, është që po kemi fëmijë të cilët kanë kalu tani më në varësi. Edhe normalisht tu e marr parasysh që shkolla do të më qenë vend i sigurt për fëmijët tanë, edhe kjo po na del tani më, si më thën, ose ka eskalu situata në kuptimin që fëmijët sot përveç tjerash konsumojnë këtë produkt edhe në ambiente shkollore. Një person pas ka shënu, unë mendoj që për shkak të rasteve të shumta që po ndodhin lidhur me këtë produkt vape, të mbahen më shumë ligjërata vetëdijsuese.